Mungesa e konsolidimit të kuvendit për një vit me radhë është tetë unike në historinë parlamentare të vendit, e cila mungesë ka prodhuar një varg të problemeve që fund të ditës këto ndikojnë drejt për drejt në mirëqenien ose jo të qytetarit të Kosovës. Ne mujmë të ilustrojmë një mëri dështimesh që lexohen tepër thjesht dhe lehtë nga mungesa e konstituimit të kuvendit, funksionimi demokratik dhe ndarja e pushteteve. Ju e dini që mungesa e konstituimit të kuvendit e ka paralizuar, e ka pamundësu formimin e komisioneve parlamentare, të cilat kanë rol me pesh në mirëqenien demokratike të vendit, dhe kjo sigurisht ka rezultuar me dëme që nuk di sa kohë na duhet të i rekuperojmë si vend. Bllokimi i reformave ligjore, ju e dini që në 3 vitet e fundit, në vitin 2022, janë miratu dikun mbi 100 ligje, dhe në këto 2 vite fundit 70 dhe 60, pra kemi në mesatare të ligjeve që le të themi janë 70-80 ligje që për vit miratohen, dhe imagjinoni se sa kemi ngecje të reformave dhe të nevojës për me pas ligje në frymen e integrimeve evropiane dhe ligje të cilat prodhojnë lehtësira për qytetarët, qoftë të fushës ekonomike dhe çdo pjesë tjetër sociale. Kjo e ka dëmtuar në peshë të konsiderueshme edhe integrimin evropian. Pra, ne jemi të detyruar që të jemi të kujdesshëm në politikat integruese, e kemi thënë dhe rithënë sa e so herë që sa e rëndësishme është për Kosovën, një vend i ri, integrimin e organizatat ndërkombëtare, në veçanti hapat konkret në përmbushjen e detyrimeve në funksion të integrimit në Bashkimin Evropian, dhe ju mund ta imagjinoni ose ta krahasoni se çfarë dinamike ka sot Shqipëria në integrimin evropian, duke i hapur gjithë kapitujt e antarësimit, në ndërkohë që Kosova ka një vit, pra gjen luksin, për mos të konsideruar kuvendin e Kosovës si tempullin e demokracisë, pra vendin ku miratohen ligjet që janë në funksion të këtij integrimi. Shto këtu faktin që çalojnë edhe fondet ndërkombëtare, edhe fondet i pafundet që janë pjesë e procesit integrues, pra mund të imagjinoni se sa dëme i shkaktohet një vendit varfër, të vogël, një vit paralizë ose një vit mos funksionalizim të kuvendit të Kosovës. Për te i kësaj, kjo përkthehet edhe një humbje ekonomike. Pra, me qenë se ne nuk kemi imunitet të kemi reagim karshi asoj se çka po ndodh në botë, ne kemi një rritje enorme të çmimeve dhe kemi një ekonomi të varfër, dhe ligjet që kishin mujt mu miratu, sadopak kishin mujt me lehtësu gjendjen e rënduar ekonomike këto 5 vite e fundit që kanë rëndu qytetarin e Kosovës. Partitë politike janë prirur ta lexojnë në pikpamje të ndryshme rritjen ose jo ekonomike të vendit, por në fundites qytetari me pagën që gëzon sot është i varfëruar tej mase ose është zvoglu mundësia që ai ta mbuloj nevojat e shportës së familjes së tij në raport me vitet paraprake, sepse siç e dim, për shkak të rrethonave globale, çmimet po lëvizin ditë.